Pas protestave të ditëve të fundit në Vlorë lidhur me problemin e ujit të pishëm, kryeministri Edi Rama ka reaguar duke dhënë detaje për situatën dhe masat që po merren për zgjidhjen e saj. Ai ka deklaruar se drejt aeroportit të Vlorës për të ardhur brenda ditës sot pjesët e reja hidraulike për riparimin e defektit të rënd në ujësjellsin e Vlorës, ku në vitin 2009-2010 janë instaluar pjesë hidraulike jashtë standardeve që nuk e kanë mbajtur dot më presionin e ujit dhe përpasoj tubacioni ka shpërthyer. Kryeministri theksoi gjithashtu rëndësinë e punës së palodhur të punëtorëve të ujësjellsit të Vlorës, të cilat në drejtimin e inxhinierit Flauers Shoshi po punojnë pa pushim për të zgjidhur këtë problem të rënd që ka shqetësuar qytetin. Respekt për punën e palodhur të punëtorëve të ujësjellsit Vlorë, që në drejtimin e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve, inxhinieri të njohur Flauers Shoshi, i cili prej disa ditësh e netësh është në krye të operacionit të vështirë, po bëjnë të pamundurën për ta mbyllur këtë plagë të hapur në trupin e Vlorës prej një mine të vjetër nga një kohë e zezë për Vlorën. Kryeministri gjithashtu shpreh me një mesazh ngushëllues për qytetarët e Vlorës. Vlonjat vetëm ju them ndjes për tërë këtë peripeci të pamerituar që, siç thoshin gjyshet tona, plasi më në fund edhe syri i keq pas tërë këtyre viteve të mira për Vlorën. E ja që kush i do të keqen Vlorës, veç të keqen do i marr. Ky reagim i kryeministrit Rama vjen pas ditëve të tensionuara që kanë përfshirë protestat e qytetarëve të Vlorës për shkak të problemeve me ujësjellsin, duke shpresuar se zgjidhja e këtij problemi do të vijë sa më shpejt dhe që qytetarët të mund të gëzojnë shërbime më të mira dhe të qëndrueshme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.